Një përplasje me armë zjarri pranë gjykatës së Kurbinit ka lënë 5 persona të plagosur me styre një grua që shiste aty pranë ndërsa autori mbetet ende në kërkim. 3 gra janë vrarë në Shqipëri nga shtetas të huaj gjatë muajve të fundit duke ngritur pikpyetje të mëdha mbi sigurinë dhe mbrojtjen e grave. Pacientët me hepatit B denoncojnë mungesën e barnave jetike duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet shëndetësore. Situata në rripin e Gazës po përkeqësohet ndjeshëm pas 60 ditësh blokadë me organizatat ndërkombëtare që paralajmërojnë për një katastrofë humanitare në rritje. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV Dheu. 5 persona mbetën të plagosur nga të shtonat me armë zjarri pas një konflikti pranë gjykatës së Kurbinit me styre dhe një grua e cila shiste qërinj aty pranë. Autori është identifikuar nga policia, por është ende në kërkim. Një ngjarje rënd ka ndodhur sot rreth orës 13:30 pranë gjykatës së Kurbinit, ku si pasojë një konflikti të çastit janë plagosur 5 persona me armë zjarri. Të plagosurit janë identifikuar si Liridon Ismalaj, Amarildo Ndocsi, Daniel Gjeloshi, Geraldo Keberi dhe Angelina Gjezaj. Kjo e fundit një grua që ndodhej në vendin e ngjarjes duke shitur qirinj. Të 5 personat janë transportuar me njëherë drejt spitalit të traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore më të specializuar. Mësohet se një prej të plagosurve është në gjendje të rëndë dhe i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale. Sipas burimeve paraprake, ngjarja ka nisur nga një sherr mes disa të rinjve, ku më pas njëri prej tyre ka qelluar me armë zjarri drejt një automjeti në të cilën ndodheshin 4 persona. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vend ngjarje kanë mbërritur forcat e policisë, të cilët kanë shoqëruar disa persona për verifikim. Në ndihmë të policisë vendore kanë mbërritur edhe forcat kombëtare të sigurisë njësia Shkodër. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Sipas policisë, autori që ka qelluar është tashmë identifikuar dhe po vijon puna për kapjen e tij. Ka ndëruar jetë në moshën 24 vjeçare Risela Llapushi, infermiere nga Gramshi, e cila po priste një transplant urgjent të mëlçisë, pavarësisht solidaritetit të madh dhe ndihmës së qytetarëve, jeta e saj nuk mundi të shpëtohej. Një lajm i trisht ka mbërritur në redaksin ton ku është mësuar se 24 vjeçaria Risela Llapushi është ndarë nga jeta pas një betejë të vështirë për jetën. Ajo ishte një infermiere e përkushtuar nga Gramshi e cila luftoi me shpresë deri në fund duke pritur një transplant urgjent të mëlçisë. Pak ditë më parë redaksia jon dau apelin për ndihmë të familjarëve të saj, të cilët kishin hapur një GoFundMe për të mbledhur shumën prej 100.000 eurosh, e cila ishte e nevojshme për të mundësuar ndërhyrjen jetike në Turqi. Apeli preku zemrat e shumë shqiptarëve, brenda dhe jashtë vendit, të cilët u mobilizuan menjëherë dhe dhuruan me zemër. Familjarët falenderojnë të gjithë qytetarët që kontribuan e u bën pjesë e kësaj përpjekjeje për të shpëtuar jetën e Riselës. Për fat e keq, pavarësisht përpjekjeve dhe solidaritetit të madh, jeta e saj nuk mundi të shpëtohej. Lajmi i ndarjes së saj nga jeta na ka pikëlluar të gjithëve. Redaksia jonë shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve, të afërmve dhe miqve të Riselës, qoftë i paharruar kujtimi i saj. 3 gra janë vrarë në Shqipëri gjatë 11 muajve të fundit shtetase të huaja në ngjarje tronditëse të ndodhura në Tiranë dhe Shkodër. Autoritetet po hetojnë ndërsa opinioni publik kërkon masa për të ndaluar këtë fenomen shqetësues. Në një val ngjarjesh tronditëse, Shqipëria është kthyer në vendin ku në mënyrë të përsëritur, shtetas të huaj kanë vrarë gratë apo vajzat e tyre. Vetëm gjatë 11 muajve të fundit, 3 raste të tilla janë regjistruar në Tiranë dhe Shkodër, duke nxjerrë në pa një fenomen shqetësues që po tërheq vëmendjen e opinionit publik. Ngjarja më e freskët ndodhi të premte në Shkodër. Brandon Saporito, 53 vjeç, akuzohet se vrau bashkëshorten e tij, Sandra Holli, në një apartament me qira në rrugën Atë Shtieft Qiçovi. Sipas policisë, autori i dyshuar u gjet në vend ngjarje në gjendje të dehur dhe me dëmtime të lehta në duar, duke lënë të kuptohet se mund të ketë tentuar vetë dëmtim pas krimit. Çifti kishte mbërritur vetëm pak ditë më parë në Shqipëri për pushime. Mësuesi amerikan që vrau gruan dhe qend. Një tjetër rast tronditës ndodhi në gusht të vitit të kaluar në Tiranë. Matthew James Words, një shtetas amerikan dhe mësues me banim në Shqipëri, vrau bashkëshorten e tij indoneziane, Sara India Lili Sartika, duke e mbytur atë me litar. Pas kësaj ai vrau edhe 2 qend të tyre me një shkop bejsbolli dhe më pas i dha fund jetës. Në një letër lamtumira i kërkonte ndjesë për veprimin. Më falni, nuk ja dola dot. Vrasja e vajzës nga babai palestinez.
Rasti i tretë u shënua në Tiranë më 19 shkurt të këtij viti, kur një baba palestinez, Fadi Aluan, dyshohet se vrau vajzën e tij Rajan pas mbërritjes së tyre në Shqipëri. Trupi i saj u gjet disa ditë më vonë në apartamentin me qira në rrugën Gjon Muzaka. Pas krimit ai udhëtoi në Greqi, Holland dhe më pas në Liban, ku arrestua dhe pritet të ekstradohet në Shqipëri. 3 raste brenda një viti, të gjitha me autor shtetas të huaj, ngrin pikpyetje mbi kontrollin, qëllimin dhe rrethanat që çojnë në krime të tilla në territorin shqiptar. Ndërkohë që autoritetet po vijojnë hetimet, këto ngjarje po shndërrohen në një sinjal alarmi për institucionet dhe shoqërinë. Shqipëria nuk mund të bëhet streh e krimeve familjare të importuara. Pacientët me hepatit B denoncojnë mungesën e medikamenteve jetike si Tenoviral dhe Hiverak, duke akuzuar depot farmaceutike për mos furnizim të qëllimshëm. Ata i bëjnë thirrje shtetit të ndërhyjë urgjentisht për të garantuar trajtimin dhe mbrojtjen e jetës këtyre pacientëve. Qytetari denoncon, nuk po gjejmë më ilaçet që na mbanin gjallë, shteti të ndërhyjë. Një qytetar ka denoncuar në redaksin ton një situatë të rëndë dhe alarmante që po prek pacientët me hepatit B në vendin ton. Sipas denoncimit, prej më shumë se një viti është ndërprerë shpërndarja e medikamenteve të lira turke si Tenoviral dhe Hiverak, të cilat më parë jepeshin falas ose me kosto të ulët në farmacitë e spitaleve publike. Me ndryshimin e politikës shpërndarës, emërkimet u kaluan për të blerë në tregun e hapur përmes farmacive private, por pacientët raportojnë se medikamentet alternative më të përballueshme nuk gjenden askund, as në farmaci private, as në depot farmaceutike. Kam një muaj që kërkojnë në 10 farmaci dhe depo, përgjigjja është gjithmonë e njëjtë, nuk ka. Dyshoj se kjo mungesë është e qëllimshme, po na detyrojnë të blejmë ilaçin anglez, Vired, i cili kushton 250.000 lekë të vjetra në muaj, një shumë e papërballueshme për shumë prej nesh, thot qytetari në një mesazh të dërguar redaksisë. Ai shprehet i shqetësuar se ky është një bashkëpunim i heshtur dhe i dëmshëm mes depove farmaceutike, të cilat sipas tij kanë rënë dakord të mos shpërndajnë më ilaçin e lirë për të nxitur blerjen e versionit shumë më të shtrenjtë. Ndërkohë pacientët që varen nga këto medikamente kanë mbetur pa trajtim dhe të pambrojtur, duke përjetuar stres të madh për shëndetin e tyre. Na kanë lënë në mëshirë të fatit. Kjo është kriminale. Shteti duhet të ndërhyjë menjëherë ose të rikthejë shpërndarjen në farmacitë e veta, ose të detyrojë farmacitë private të sigurojnë të gjitha alternativat për të respektuar shëndetin e çdo pacienti. Qytetari thekson se kjo nuk është hera e parë që ngre alarmin, pasi rasti është denoncuar edhe disa muaj më parë, por nuk është marrë asnjë masë konkrete deri tani. Ai bën thirrje në emër të gjithë të prekurve nga ky shqetësim, institucioneve shtetërore, Ministrisë së Shëndetësisë dhe strukturave të kontrollit farmaceutik që të hetojnë menjëherë këtë situatë dhe të veprojnë për të mbrojtur jetën e pacientëve. Qytetarët denoncojnë kaos dhe korrupsion të përditshëm në DPSHTR në Kashar, ku shërbimet vënohen, ndërsa të tjerët kalojnë pa radhë kundrejt pagesave në dorë. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet për të dhënë fund kësaj praktike abuzive. Një qytetar ka denoncuar publikisht kaosin dhe korrupsionin që sipas tij është bërë praktike e përditshme në drejtorinë e shërbimeve të transportit rrugor në Kashar. Sipas tij, në orën 10 është dhënë numri 189 për të thirrur në sportel, por deri në orën 15 thirrja ende numri 148. Qytetari thotë se situata është absurde dhe e qëllimshme, pasi ndërkohë persona të tjerë futen pa radhë, vetëm sepse paguajnë nga 20.000 lekë në dorë për të futur menjëherë. Ai shton mëtej në një tjetër mesazh. DPSHTR-ja në Kashar është ndërmarrja më e korruptuar në Shqipëri. Duhet të humbësh një ditë, ndoshta edhe 2, për ndërimin në një pronësie sepse të fusin pa radhë ata që paguajnë nga 20.000 deri në 50.000 lekë në dorë. Mos të flasim për të marrë një patent taksie, duhet të bësh gati kafen deri në 1 milion lekë. Qytetari kërkon reagim nga institucionet përgjegjëse dhe u bën thirrje qytetarëve të tjerë të flasin dhe të denoncojnë raste të ngjashme. Ripi i Gazës ndodhet në një krizë humanitare ekstreme pasi 60 ditësh bllokade totale me mungesë të plotë të ushqimit dhe ujit. Organizata Kombeve të Bashkuara dhe Kryqi i Kuq paralajmërojnë për një kolaps total humanitar, ndërsa dhuna për mbjetesë me civilëve është në rritje. Ripi i Gazës po përballet me një krizë humanitare ekstreme teksa bllokada totale nga Izraeli ka hyrë në ditën e saj të 60. Ushqimi dhe uji janë zhdukur, ndërsa dhuna mes civilëve është në rritje. Olka Qarevko, zyrtare e OKB-s, raportoi nga qyteti i Gazës se përleshjet për furnizimet janë bërë të përditshme. Sapo mbërriti një kamion uji dhe njerëzit përvrasin njëri tjetrin për një pikë uji, deklaroi ajo gjatë një konference në Gjenev. Sipas OKB-s dhe organizatave të ndihmës, grabitjet janë shtuar dhe kuzhinat popullore rrezikojnë të mbyllen pasi furnizimet kanë mbaruar.
Kjo është blokada më e gjatë që ka përjetuar ndonjëherë Gaza, duke lënë 2.3 milion banor pa qasje në ndihmë jetike. Kryqëzikuq paralajmëroi se reagimi humanitar ndodhet në prag të kolapsit total, ndërsa thirrjet për ndërhyrje urgjente po bëhen gjithnjë më të forta. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.